Evropa në gatishmëri, vala e parë e nxehtësisë çoi temperaturat në 42 gradë Celsius. Autoritetet në gjithë Evropën janë në gatishmëri, ndërsa vala e parë të nxehtit të verës i çoi temperaturat deri 42 gradë Celsius, pasi kontinenti po ngrohet më shpejt të vazhdojnë të vuajë efektet e emergjencës klimatike. Zyra shtetërore meteorologjike e Spanjës, AMET, lëshoi një paralajmërim të veçantë për nxehtësinë, duke thënë se temperaturat mund të arrijnë 42 gradë Celsius në disa zona jugore të vendit. Priten temperatura më të larta dhe të vazhdueshme si gjatë ditës, ashtu dhe gjatë natës, të cilët mund të përbëjnë një rrezik për njerëzit e ekspozuar ose të prekshëm, tha AMET. Ministria e Shëndetësisë e Madridit paremëroi gjithashtu njerëzit të tregojnë kujdes, shtesë gjatë vapës, duke kujtuar të qëndrojnë larg diellit dhe të qëndrojnë të hidratuar. 2/3 e Portugalisë do të jenë në gatishmëri të lartë të dielën për këtë vapë ekstreme dhe zjarre në pyje, ndërsa temperaturat priten 42 gradë, ndërsa në Marseille u afrohen të 40-ave, në Napoli, në Palermo 39 gradë, Sicilia ka urdhëruar ndalimin e punës në natyrë në orët e nxehta, gjithashtu dhe rajoni i Ligurias. Temperaturat në Greqi u afrohen 40 gradë Celsius. Një zjarr i madh ka shpërthyer në jug. Valet e nxehtit vjen pas një së rekordesh të thyera për nxehtësi ekstreme. Shërbimi kombëtar i motit këtu në Shtetet e Bashkuara e quajti jashtëzakonisht të rrezikshme të gjithlindjen të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë New Yorkun, Washingtonin. Të martën, temperaturat në Central Park arritën 37.2 gradë Celsius.